Ambasada e Kosovës në Gjermani përmes një postimi në Facebook ka njoftuar zhdukjen e 13 vjeçares Arta Hajzeraj. Në njoftimin e ambasadës thuhet se Arta është raportuar e zhdukur dhe se familjarët së bashku me autoritetet policore në Gjermani janë në kërkim të saj. Arta Hajzeraj, 13 vjeçare, është raportuar e zhdukur. Familjarët dhe autoritetet policore në Gjermani janë në kërkim të Artës dhe kërkojnë ndihmën e kujdo që mund të ketë ndonjë informacion mbi vendodhjen e saj apo që i ka parë së fundmi, thuhet në njoftim. Ambasada u bën thirrje qytetarëve se nëse kanë ndonjë informacion të kontaktojnë menjëherë familjen ose policinë. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë në mënyrë që Arta të kthehet e sigurt pranë familjes sa më parë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.